Të dashur Britqapë, mirë se erdhët në Letra Trofejnë, jam Diana dhe do bëj leximin e radhës për ju, për javën që vjen. Gjithë leximi është i fokusuar në të ardhmen, apo për të ardhmen. Letrat që kam para është bota, 4 të kupës, faqe e monedhës dhe mbreti i shpatës. Dhe këtu është barjera apo kufizime të shëndetshme. Do flasim pastaj për të. Një kapitull kam mbaruar me botën që e shikoj apo po mbaron, por tjende nuk po e shijon sepse je sikur bosh brenda. Kjo është nga letrat më të forta, përfundimi një cikli, arritje, një fazë që mbyllet me sukses. Ti ke arritur diçka, ke kaluar një rrugë, por vjen 4 të kupës. Këtu ndryshon energjia, krejt. Mërzi, boshllëk emocionale, mungesë kënaqësie. Pra edhe pse ke arritur diçka, nuk po të mbush. Nuk të gëzon siç duhet, ndihesh i apo e shkëputur, sikur diçka po mungon. Dhe këtu hapet një mundësi tjetër, faqe e monedhës. Një fillim i ri, në fakt shumë konkret, një drejtim i ri, një shans për të ndërtuar diçka ndryshe, diçka më e qëndrueshme, por është në fazë fillimi, kërkon vendim nga ana jote. Dhe këtu vjen figura që vendos gjithçka. Mbreti i shpatës. Është energjia e të vërtetës së ftohtë, të them më shumë. Vendime logjike, prerje pa emocione, qartësi absolute. Ky letër thotë, duhet të mendosh qartë dhe të mos e përzihesh me emocione që të ngatrojnë. Dhe thelbi i gjithë leximit. Duhet të ngrej të dashur Britqapër, të shikoni se si ka bërë kjo një rreth vetes, që thotë problemi nuk është që vetëm nuk ndihesh mirë, problemi është që po lejon gjëra, njerëz të konsumojnë energjinë tënde. Nuk vendos kufi, nuk thua mjaft kur duhet, apo mund të jetë e kundërta, je duke I kaluar kufit e dikujt. Edhe kur arrin diçka si bota, mbetesh bosh, pra 4 të kupës. Ke mbyllur pra të dashur Britqapër një histori të rëndësishme, një cikël të rëndësishëm, por nuk po ndihesh e plotësuar. Ke mundësi të re përpara, që kërkon vendim të fortë, të ftohtë dhe të qartë. Dhe çelësi është të vendosësh kufit, për vete apo mos I kalosh dikujt tjetër. Nuk je bosh sepse nuk e arritur mjaftueshëm. Je bosh sepse po shpërndan veten në vende që nuk të kthejnë asgjë. Apo duke u dhënë diçka, duke u investuar në diçka që nuk po të plotson. Kur them të vendosësh kufi për çfarëdo që t'jetë, apo të mos kalosh kufit e të tjetrit, fillon të mbushesh vetë, jo të boshatisësh për të tjerët. Me këtë çfarë po shikoj, ke kaluar, ke përmbyllur, apo je në përmbyllje sipër të një projekti, të një lidhje, të një situate në jetën tënde, dhe sikur nuk është ai gëzimi që është pritur. Nga që duhet kufizuar dhe dhënjet të tepruar, ata them ashtu, të jeni të pa emocione, por të vendosni me logjik të dashur Britqapër, dhe ajo do të bëj të ndihesh më plot. Dhe asnjëherë nuk është të qëllimi të mbushemi ne dhe të boshadisim të tjerët. Por
duke i ditur kufit tona dhe duke i respektuar kufit e të tjerëve, aty ndihet dhe fillon të mbushesh vetë.